Këto janë gjoba të shqiptuara vetëm për 2 ditë. Ata pronarët autobusëve të linjës Podujevë-Prishtinë kanë marrë nga policia e Kosovës duke lënë autobuset e tyre përballë komunës së Prishtinës. Kjo për shkak se i pari kryeqytetit ka marrë vendim që të mos i lë të futen brenda qytetit me qëllim të evitimit të tollovisë, duke u lënë një parking në hyrje të Prishtinës. Vendim ky, i cili është i papranueshëm për ta. Kem një vendim tonë që derisa të shfuqizohet vendimi i komunës, na do të qëndrojmë këtu. Në momentin që shfuqizohet vendimi, na e lërojmë rrugën, dalëm punojmë që shkëna punuar deri me tani edhe kur farë probleme s'ka. I njëjti thotë që përveç humbjeve financiare, shkaktuan edhe probleme tjera, sidomos me lokacionin e caktuar nga komuna e Prishtinës në fshatin Bërnicë, ku tashmë afër tij është vendosur shenja trafikut se këta autobus nuk lejohen të futen më tej në qytet. Gjithashtu shoferët e autobusëve thonë se aty nuk mund të hyjnë në mjetet e tyre edhe shkaku i gjendjes së keqe infrastrukturore në hyrje të saj. Madje nuk mund të dalin në rrugën kryesore me që është vije plot dhe mund të marrin gjoba nga policia. Ndërkaq udhëtarët që vijnë nga Podujeva nga ky stacion do të vazhdojnë për në qytet me autobus të trafikut urban. Komuna e ka interesin e vet për me ja marrë edhe ka 80 cent secilët qytetarët komunës Podujevës. Problemi është që ky që e ka bë komuna për interesat veta, domethënë për qytetarët Podujevës, për me pagu edhe një kostë të shtesë, kështu që tash një qytetarit komunës Podujevës i bëhet biletat në 2 € i kushton me ardhë, me shku në qytet me kry punë, edhe më kthye prapë për Podujevë. E nga komuna e Prishtinës thonë se me veprimin e tyre kanë të drejtë ligjore dhe nuk do të tërhiqen. Mund të themi të debatohet edhe për këtë pjesë, të gjendet një zgjidhje që pastaj për qytetarët që zbresin në atë stacion të ketë një vendim ndoshta të ri trafikut urban, që të ketë një lehtësi tjetër, që të mos ketë pagesë të dyfisht. Momentalisht afro 80 fshatra të komunës së Podujevës kanë probleme me transportin për në Prishtinë derisa çështja të zgjidhet.